Horoskopi ditor e diel 19 korik 2026. Dashi, asnjë planet nuk do të merret me jetën tuaj në çift sot. Qetësia do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës. Përfitoni nga kjo për të folur sa më shumë dhe për të planifikuar të ardhmen tuaj. Beqarëve do t'ju pëlqejnë më shumë se kur të flirtojnë me ata që do të takojnë. Kujdes, mos e teproni sepse do t'ju gjykojnë. Do të keni mundësinë të përmirësoni edhe financat. Organizojeni më mirë ato. Demi. Në jetën tuaj në çift do të ketë një përmirësim të ndjeshëm sot. Të gjitha vështirësitë dhe problemet që keni pasur do t'i kaloni sa hapën mbyll syt. Më në fund, edhe beqarët do të rigjejnë buzëqeshjen. Një person shumë i veçantë do të bëjë pjesë në jetën tuaj. Shmangni shpenzimet e tejskajshme nëse nuk doni të mbeteni pa asnjë lek. Tregoni më larg pamës dhe të kthjellët. Binjakët. Të gjithë ata që kanë krijuar tashmë një lidhje mund të kenë disa debate sepse nuk do të bien dakord për një vendim që ju duhet të marrin. Kujdes. Beqarët duhet të shohin sa majtas djathtas gjatë kësaj dite. Nëse tregoheni më të hapur, mund të takoni edhe personin që keni ëndërruar. Financat do të vinë duke u përmirësuar. Reflektoni më mirë përpara se të bëni shpenzime të mëdha. Gaforia. Nëse keni patur probleme me partnerin tuaj, kjo ditë do të jetë mjaft e favorshme për të bërë hapat e parë dhe për të vënë çdo gjë në rregull. Do të gjeni fjalët e duhura dhe çdo gjë do të rregullohet. Beqarët do të jenë të përkëdhelurit e planetëve. Një takim vendimtar do t'ju sjellë lumturinë. Në sektorin financiar do të ndërmerrni rreziqe, por do t'ia dilni mban me sukses. Besoni më tepër tek fati. Luani. Më në fund do të filloni të largoni rutinën nga jeta juaj në çift dhe do të provoni gjëra të reja. Partneri juaj do të jetë i gatshëm të plotësojë dëshirat. Beqarët mund të fillojnë një aventurë pasionante që do t'ju sjellë shumë gëzim në shpirt. Mos ja hiqni mundësinë vetes për të përjetuar emocione. Edhe në planin financiar fati do t'ju buzëqesh. Do të dilni nga situata e vështirë ku ishit futur. Vizhiresha. Në jetën sentimentale të atyre që janë në çift nuk do të ndodhë në një gjë shumë e madhe sot. Në përgjithësi, do të mbizotrojë një klimë e qetë. Beqarët do të jenë shumë të angazhuar me punë dhe nuk do të kenë fare kohë që të merren me dashurinë. Mos e lini këtë fushë pas dore sepse koha ikën. Ekuilibri financiar do të tronditet dhe do të keni goxha vështirësi. Prandaj, bëni shumë kujdes. Peshoria. Jeta juaj sentimentale do të jetë mjaft e qëndrueshme. Çiftet do të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe pasioni do të rindizet nga mbrëmja. Për beqarët kjo ditë do të sjellë një surprizë të këndshme. Yjet mund të shtojnë edhe mundësinë për dashuri me shikim të parë. Në planin financiar do të ndërmerrni rreziqe, por fati do të jetë në anën tuaj dhe nuk do të hasni probleme të mëdha. Hiqni disa lekë më njan, do t'ju duhen më vonë. Akrepi. Për çiftet që kanë menduar ta çojnë më tej lidhjen e tyre dhe të bëjnë fejesa e martesa, do të jetë një ditë e shkëlqyer. Për beqarët do të ketë flirte, por takimet që do të bëhen do të jenë pa një të ardhme. Gjithsesi, nëse dëshironi të kaloni disa momente të këndshme, përfitoni. Ndikimi planetar do të jetë i favorshëm tek buxheti. Rrethanat do t'ju mundësojnë realizimin e transaksioneve financiare. Shijetari. Çiftet që bëjnë një jetë normale do të jenë më pak të stresuar dhe në ankth. Ata që po mendojnë për një ndarje do të reflektojnë shumë, duke peshuar të mirat dhe të këqijat e saj. Për beqarët, kjo ditë nuk do të jetë shumë e përshtatshme për pasionin e madh, por dashuritë e qeta dhe të ngrohta do të ketë. Shmangni transaksionet financiare sa të mundeni. Për gjithçka tjetër tregohuni shumë të matur. Bricjapi. Dita e sotme do të jetë plot diell dhe ngjyra. Ndjenjat do të jenë mjaft të forta dhe do të shprehni gjithçka që ndjeni. Nëse jeni në një lidhje do të krijoni baza më të forta për të. Përfitoni nga rrethanat ju beqar në mënyrë që të gjeni personin me të cilin të kaloni jetën. Bëjini syt katër sot. Do të bëni çmos që të përfitoni sa më shumë para. Do të kryeni dhe transaksione të cilat do t'ju ndihmojnë në stabilizimin e buxhetit tuaj. Ujori.
Do të jenë planetet që do të kujdesen më shumë për jetën sentimentale të çifteve. Nuk do të keni asnjë vështirësi dhe asnjë problem. Përfitoni për të diskutuar çdo lloj teme. Beqarët nuk do të jenë shumë të vendosur, kështu që është mirë të mos fillojnë asnjë histori dashurie, sepse mund të lëndohen. Do të shpenzoni jashtëzakonisht shumë gjatë kësaj dite dhe kjo do të sjellë probleme financiare. Peshqit. Jeta juaj në çift do të jetë shumë e bukur sot dhe ka mundësi që pasioni të jetë edhe më i zjarrt. Shfrytëzojeni ditën deri në minutën e fundit dhe do të ndiheni mjaft mirë. Nuk do të keni asnjë debat. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë me persona që ja vlen të krijosh një lidhje. Tregoni të matur me shpenzimet dhe merruni me ekuilibrin e buxhetit.